Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falendrimin të nësita ku me Allah subhanahu wa ta'ala, së ati përgjërëm që të latërej dhe të revej dërgunë e ti, Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të rëzgjallë. Jemi të jafru dhe më thana në fundit të vargut të ligjëratave, saksisht e kemi ligjëratën e parafundit. Mirë pa dhe përzgjedhja e kësaj teme është pikërisht dhe më thana një përzgjedhje që e ka idenë për mos me prish atë çka kemi ndërtu. Do të thonë, shpesh njerëzit i kanë disa veti të mira. I kanë dosjelle të mira. Do të thotë shumë kush për shembull rri me ta dhe u deklaron që këtë kum nejt kishte këtë cilësi, këtë virtyte e kështu me radhë. Ndodh që ndoshta mos prompt e ki një veti koxha shumë të rrezon të tjerat. Një veti, një cilësi të rrezon të tjerat. Ose mungesa e një vetie domethënë nuk kupton shumë. Më shumë thonë, për shembull, sot jena të ligjërata 17, më thonë 15, shau ligjëroni kom. 15 që ai ligjëru ose 16. Nëse çka sotit mungon, domethënë ka gjas, sidomos në raportet me njerëz, po pastaj edhe në raportet me Allahun subhanuhu teala, domethënë ka gjas shumë të prish. Ka gjas shumë ta rënon domethënë atë çka e ki ndërtu. Edhe besoj që keni u pajtuar edhe ju se askush nuk e do domethënë të kundërtën e kësaj cilësie për vetë, dhe rrëdhëmesh nëse do për vetë, atë nuk do të më dash edhe, do thonë për të tjerat. Sot kena me folë inshallah për një moral që në Islam quhet mos zbulimi i të metave të të tjerëve. Mos zbulimi i të metave të të tjerëve. Dhe si moral ka për qëllim, si veti dy sene. E para është mos zbulimi i të metave të të tjerëve kur i ki kuptu që ata i kanë. Do njëherë e ki morë vesh se filani ka filan dopsien, ose ka filan të metën, ose ka filan sjelljen, ose ka filan gabimin. E ki morë vesh. Tash me morë këtë mja kazu keve, me vë muhabet ta morë vesh kështë që kishtë dhe ho, që kjo pjesa e parë. Pjesa e dytë është mos zbulimit metave të tjerëve, kur nuk e di që e ka, që të mos vihesh në kërkim dhe hallakatje për të zbuluar. Shumë të alas kini diçka keq për filan, në më thu, jam shumë kurështar të dija, ka këtë që këta se ka. Në na e kena këtu dy morale, pranani moralit. E para, nëse e ki morë vesh, mos me shpalos, mos me shpërnda, mos me përhap, apo? Ki morë vesh që ka bu dikon ose diçka, mos me bo lajm. Edhe dyta, mos me u vë në kërkim të zbulimit. Mos me u vë në kërkim, dhe më thonën, të zbulimit. E morëm i pyetjen, që besoj fillimisht na e lehtëson edhe na e përmbledh temën, e pastaj do të thonë e shpjegoj me lenin Allah subhanahu wa taala. Çka është virtyti i mos zbulimit të metave të të tjerëve? Do na do të më pajtu një herë që kjo është moral, kjo është vërtet. Kjo nuk është thjesht domethënë kush më thon një kulturë prej kulturave. Thjesht unë kam kulturë shumë interesante të tjerë. Jo. Kjo në Islam është vërtet, kjo në Islam është ibadet, kjo në Islam është me diçka që ti afrohesh tek Allahu. Kjo në Islam është me diçka që ti ndërton lidhjet me njerëz, ndërton lidhjet me familjen, me të afërmit, me njerëz që i do, me njerëz që i çmon kështu më radh. Çka është si virtyt, si vlerë, si moral? Domethënë mos zbulimi i të metave të tjerë. Përgjigje. Mos zbulimi i të metave të të tjerëve, si virtyt do të thotë. Si virtyt do të thotë. Fshehja e asaj që duhet të fshihet. Ka diçka nuk bën më shpalos. Apo? E ki kuptuar diçka, nuk do të më kallëzo. Fshehja e asaj që duhet të fshihet. Dhe mos dëshira për shpalosje të metave, të dobësive dhe të gjithë farë që është e turpshme apo e ndaluar të shfaqet. E turpshme apo e ndaluar të shfaqet. Diçka është e turpshme në kulturën tonë për shembull. Kulturën tonë mund diçka e turpshme të qenë. Apo diçka në fe mund të qenë ndaluar me shfaqje. Në rregull? Diçka mund të qenë e turpshme me natyrshmëri. E zakonisht ajo është natyrshmëria dhe feja e ka. Po më parem, domethënë, kena dy gjëra. E para me mshef një diçka që duhet me mshef. Edhe e treta mos dëshira për shpalosje të metave, të dobësive dhe të gjithë farë që është e turpshme apo e ndaluar të shfaqet. Gjithë farë që është e turpshme, më thonën të shfaqet apo është ndaluar të shfaqet. Nuk kam dëshirë ndoshta më gjanu shumë e shpjegoj si definicion edhe si përgjigje, se besoj alhamdulillah e keni nivelin e mirë për me kuptuar. Domethënë mos zbulimi të metave të tjerëve, si virtyt do të thotë, fshehja asaj që duhet fshihet. Fshehja asaj. Për shembull, nëse ti e ditë një gabim dikujt, po që e ka bëu atë gabim para udhëzimit, apo? Edhe tash ai ka filluar një jetë të re, është përmirësu, apo?
duhet mu fshefa, s'ka nevojë mu përmend. A është e qartë? Duhet të fshihet. Në rregull? Me që e kemi kuptuar që ka kërku falet tek Allahu, është pendu edhe u kry më pjesë. Duhet fshihet. Ose mos dëshira për shpalosje të tmetave. Për shembull, ti e keni shok, e di që ka një tmet. Qoftë tmet fizike, qoftë tmet në sjellje, qoftë ndoshta do një tmet, ku diunë. Ti e di, nuk e din krejt. Mos insisto më kazu ke se ky e ka që ket. Ose e ka një dobësi në raport me diçka ose në raport me mos insisto më shpalos, mos insisto me aqitën domethënë në para të tjera. Dhe mos dëshira për shpalosje të gjithfare që është e turpshme apo e ndaluar të shfaqet. Për shembull, nëse ti kije, fjala bie për shembull, në celularin tënd ose domethënë diçka, për shembull, një foto me dikën që ai s'kish pas shef me kallzu se filan veni nuk ka, për shembull. Në rregull? Është e turpshme ndoshta për të tash me mor vesh që kon filan veni, domethënë nuk duhet me shfaq. Ose është ndaluar të shfaqet. Ose është ndaluar. Për shembull, ku diunë, ka doni diçka që çashtu s'ban. Për shembull, fjala bie ju ka shpalos një pjesë e avretit, për shembull. A është haram u shfaqe? Është haram u shfaq. Ti s'ke nevojë me domethënë me insistu me domethënë me shfaq. E keqja më e madhe e zbulimit të tmetave, thot Allah subhanahu. Innal ladhina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Thot Allah subhanahu. Ata të cilët dëshirojnë që të përhapet e paturpshmja, të përhapet paturpësia, marrja. Ata që dojnë mu përhap marrja në mesin e besimtarve, ata kam i prit në dënim shumë i dhimbshëm në dynja dhe në ahiret. Mund të thonë dikush, ku lidhet kjo ajet me çka po folmi? Se ti kur fol që e kam po nita për filanin e kish bë çeket, nita për filanin e kish bë çeket. Tu e bësh shumë muhabetin ti sikur po do me përhap të keqen. Apo? Se dikush mund të më ardha me ngu këtë moment thonë, "Këtë kanë deviju. Këtë janë të bëj gjuna." Edhe këta që ti po i menon për të mira, pse edhe këta kanë bërë këtë edhe këtë, dikush mund të thonë, "Masi këtë po bojnë." Thotë edhe na po vazhdojmë si krejt. Apo? Kush e motivoi ata me bë keq? Ti e ke motivuar ti kallzu. Filani ka deviju, filania ka deviju, filania boni këtë gabim. Ky po mot shumë fetar, po unë e maj men kur e ka bë këtë punë, e ka bë atë punë, apo? Me një farë forme ti e të animu, edhe ti ja bë favorin, domethënë të keqës. I t'ja bë argatin shejtanit, sigur domethënë i bind sidomos ata që janë më mendje të sekët, ata që janë njerëz që nuk mendojnë shumë thellë, apo kur e dëgjon që u përhap shumë e keqja, ka njerëz mendojnë që do të më shku kallabllaki, apo ka shumica. Mos i shumica sun po rezistojnë, apo për shembull, sun po rezistojnë te sprovat e gjinis kundërt, domethënë lesën këtë vend zoro mu bën njërin ndershëm. A e kuptot? Kush e ka shpërndo? Ti tu kallzu shumë madhe. Për arsye nuk ban shumë me bë mohabetin e të keqës. Nuk ban me bë shumë domthon mohabetin e të keqës sepse me një farë forme edhe domethënë e përhap. Për shembull, ky ka bë kështu, ai ka bë kështu, nis në një farë situatë edhe sigurisht po e shpërfaq një lloj gëzimi, sikur po gëzohesh që tu ndodh këshia. Po njëri kallzon lajme të mira, nuk do të më kallzo lajme të këqija. Është qartë? Ti apo gëzohesh që filani pas ka gabu? Po ti duhet më mërzit, ti duhet më thon, inshallah se harrojm dua, Allahu më udhëzoj me largu pikë mëkati ose pikë gabimi e kështu me radhë. Sigurisht një keqje tjetër që është shumë e madhe e zbulimit të metave, thot Allah subhana, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu. O ju që keni besu, domethënë shumë ka rëndësi me kuptuar që kjo ka të bëjë si musliman, apo? O ju që keni besu, shmangën, largonu mendimeve. Largonu mendimet para gjykimeve për njëri tjetrin. Edhe dini se paragjykimet dhe mendimet janë një pjesë e tyre janë mëkat, janë gabim. E thot mos u vini në kërkim me i gjetë me zbulu të metat e tjera. Pse u përmenën mos i vini në kërkim të zbulimit të metave të tjera mos paragjykimit? Se ti njerë ki paragjyku tani ki thonë hajt ta zbulojmë, është kjo që më mërmenja mua ajo. A pe kuptani? Kjo shumë po mohat musliman, ose kjo shumë po mohat i ndershëm, ose shumë po mohat fisnik, ose shumë po mohat familjar i mirë, shtëpiak i mirë, por nuk ka ky bashkëqaç. Tani ti vihesh në kërkim, domethënë të shpalosjes së gabimeve dhe të metave dobësive, e zakonisht u thot Allahu subhanahu wa taala inna ba'da adh-dhanni ithm. Dinë se një pjesë këtu janë mëkat, se ti ke me gabu dikun, se s'ke me qellu. Ndoshta ke me akuzu dikën për nder. Pra më thon filani ka një lidhje haram. Me bëmë thonë që filani ka një lidhje haram pa e pasën. Pastaj ti bësh mëkatar i madh në Islam, se ki akuzu dikën që është shumë e shtrenjtë, muslimani shumë e shtrenjtë është nderi i tij, edhe morali i tij. Edhe kur akuzon dikën nesër moral, thonë po ne pash filan venin ose e pash tu kalon filan venin, kush tha ty më mor me këto analiza? Domethënë ti si person domethënë be edhe e ul vetveten edhe domethënë del keq. Kështu që thotë Allah subhanahu wa taala, "Wala tajassasu", mos I hulumtoni të metat e njëri tjetrit,
kanë thonë dietarët, mos hallakatni të zbuloni atë që nuk është e shfaqur. Unë tashin ato nejt. Ne nuk kemi ato pa diçka të keqe. Apo që kjo është ajo që na duhet me respektu njëri tjetrin. Tash nuk duhet me hallakat për me gjetën një aspekt që është i pashfatshëm edhe me shumë me ulëmtu diçka që është e fshehur. Në parim komunikoni me njerëzit që ashtu çysh janë. Mos kështu me hallakat me nxjerr diçka që domthonë nuk është e shfaqshme. Kështu që një këshill e që ju do të shumë në jetë inshallah. Edhe alhamdulillah jeni me një moshë që shumë ka rëndësi tash me morën. E zomi që ti je shumë larg pamës. E zomi që e ke intuitën shumë të fortë. Moment që ti thotë që ky është i ndershëm, që ky mashtruhet, që ky është domethënë kurthatar, që ky është i pandershëm. E zom që e ke intuitën e fortë. Edhe të në kohën e ki si prekupim që ketë. Apo mi zbulu njerëz, mi zbulu të metët e kështu me radhë. Mas mbrapa ti shka fiton. Mas mbrapa ti shka fiton. Domethënë ti veç je marr me njerëz, veç i ke ngarku zemrën tonë. Madje ka gjallë, domethënë shumë njerëz të mirë i hub një jetë se akuzo kët, këshir me dyshim kët, apo domethënë absolutisht edhe me besu bëndshëm se në shumë të raste pjaçëllon, prap domethënë s'ka më dal mirë. Prap s'ka më dal mirë sepse domethënë nuk je rahat, edhe domethënë hum shumë domethënë në jetë. Kështu që disa njerëz kanë një cilësi edhe më të keq se kjo. Jo vetëm që këshyemi shpalos të tjerë. Jo që këshyemi vetëm shpalos të tjerë. Do njerëz kanë një cilësi më të keqe, e shpalosin vetveten. E shpalosin vetveten. Imam Buhariu dhe Imam Muslimi shënë një hadith për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Thot këtë ummeti jam janë rahat. Këtë ummeti jam rahat, janë të falur. Përveç ata që këshyrin mi shpalos gjunat e veta. Përveç ata të cilët këshyrin mi kallëzu gjunat e veta. Thot wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amala thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alayh. Thot, çka i bë që ka me shpalos? Thot, ndon dikush natën e ka bëni gabim. Ka ne dikun ku zbon me nejt, ose ka bëni mëkat, ose ka bëni diçka, apo? Edhe thot, kur bëhet ta natën Allah ja ka mblu, kur se ka marrë vesh. Apo? Allah ja ka mblu, thot, gjithë natën kur vën mëngjesi, thot, ja fulan amiltu al-bariha kadha wa qad bata yasturuhu rabbu wa yusbihu yakshifu sitra Allahi an. Edhe kur bëhet mëngjesi, dala i ka zonë njerëzve, i ka zonë shokëve, unë pramim kon çto e kom bërë çeket apo, thot Allah ja mblojke, kjo është plekë vetvete. Allah ja mblojke, kjo është plekë vetvete. Që kjo është shplimit, është shumë e rrezikshme se ta kthen gjunojnë në qef edhe ta kthen gjunojnë në krenari. Ja nis tani më mburti me gjunoj. Është gjatë mos ja nis, nuk e ndjen më që është diçka e turpshme, është diçka që do thonë do të më ek dorë, po alo më e keqja që është. Që s'ban kurr mi shpalos gjunat, kurr. Është se kur i shpalos, ja nis gjunoj më të bëhe stili jot, ja nis më të bëhe emri jot, ja nis më të bëhe metoda ose mënyra jote të jetuarit. E zakonisht në diçka kur bëhet mënyra jote të jetuarit ti ke zor me dorë pisaj. Për shembull, nëse një kod gati ti veshësh me një formë të caktuar, apo edhe ta zon të kanë bërë presion ose të kanë këshilluar prendet për shembull ndrrej stilin se nuk ka stili aty të veshurit. Ty duhet të komentru stilin. Pse se kod gati ka kaluar në stile. E njëjtë është me mëkatet që shpalosën. Ato janë nisi më të bëjë si mënyrat jote të jetuarit. Dhe kur bëhet mënyra jote të jetuarit, e ke zor me ek dorë. Zakonisht në diçka shumë që është publike, edhe që të njohin njerëz me të, ose zor me ek dorë. E tash, njerëz qysh njohin ty, njohin për musliman, njohin për familjar të mirë, njohin për djali prindve të udhëzuar, apo që i bie domthonë ti tash ti zor e hi me ek dorë pikë tyne, apo pikë të vlerave. Që tu duhet mi forcu. Gabimet do të më mlu, edhe do të më punu për mi hek. Mlu, edhe do të më punu domethënë me hek domethënë prej jetës. Kështu që morali i Islamit përgjithësi për vetë edhe për të tjerë është domethënë me mbulu, e shtonin Imam Ahmedi me Muslimi për Abdullah ibn Umerit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "O men satara musliman, satarahu Allahu yawm al-qiyamah." Kush e mbulon një besimtar, Allahu e mbulon atë në ditën e gjykimit. Domethënë ki morë se filani e ka diçka, mos e bën muhabet, mos shkër me shpërndo, se ndoshta ai kur e merr vesh që krejt kena bën muhabet, na që kena pa të e bëni mëkat ose kena dëgju, ai thotë ky mos ja kanë marrë vesh krejt, tash le ta din krejt, unë i baj çtu, vallai snolet. Mos ai ndoshta edhe i shton. Është qartë? Se më i plas marrja. Është qartë? A kur e mbulomi, i jap mi shans për me reflektuar dhe më kthy. Kur e mbulomi, i jap mi shans për me reflektuar dhe për më kthy. E kush e bën diçka të tillë me të tjerët, Allahu e bën një gjë të tillë me të në ditën e gjykimit. Te ke bëni gabim, se ka marrë vesh kurkush, Allahu ta mbulon ditën e gjykimit edhe domethënë ta fal. Sigurisht Fudail ibn Iyad i thot, besimtari mbulon dhe këshillon. E ki pa dikant diçka ose fjala bie për shkak. Shpejt ka ndodhur e ki pa vllajin motrën të bëni gabim. Mos e bën të madhe, merre këshilloj, mloja. Apo mos shumë ne me shku mi tregu prindve me bë të madhe kështu më radh. E merr një herë këshillon. Thot i prishuri është ai që shpalos
të turpron edhe ta përhap. Kështu edhe me shvizu si dobësi për me të fol keq, po edhe domthon ta përhap tek të tjerë. Kështu që është cilësi shumë e keqe. Kjo mja zbulu njerëzve të metat është cilësi shumë e keqe, e sidomos, keni vëmendjen çdo? Sidomos të cilësi e keqe se kanë thonë dietarët, kjo ka gjasë që tregon diçka. Çka është kjo? Ka thonë dikush për dietarëve, ka thonë kur dikush shumë koncentrohet mi gjetë metat e tjerëve, shumë koncentrohet mi zon njerëzin në dobësi, shumë koncentrohet mi shpalos, me gjasë ky ka shumë të meta. A është qartë? E automor me problemin e vet. A e kuptuat? A njeri që është i pastër, i ndershëm, fisnik, domethënë e ka menën e mirë, ai nuk këshyr non stop mi gjet njerëz të gabim, thotë. Hamle inshallah njerëz janë të mirë, si janë veçuar njëri mirë. Është qartë? Po ky është gjithë hallakat veç ti zonjë të tjerë të mëkat, ti zonjë të tjerë në paturpësi, ti zonjë ose ti zbuloj të tjerë ku janë, kus janë me gjonat e kësaj natyre, thotë me gjasë ky mundet me pas diçka. Për arsye na po e përmendëm këtë si fjalë me gjasë, po kanë ardhur është kulturë keqe, jo që ka dikush të meta, është thjesht kulturë keqe. Po është rast për me dyshuar pastaj në ty dikush, thonë, pse ti çka shumë po interesohesh për të metat e njerëzve? Mos ki domethënë që edhe në farforme ti i ki që aty domethënë qefët ose që aty i ki domethënë të metat e tua. Kështu që kjo si cilësi të kushton shumë në jetë. Ka thonë dikush pi selefit. Thotë kom taku njerëz, goni vëmendje që këtë. Kom taku njerëz, s'kan pas hiç të meta. Shumë burra të mirë, shumë djemë të mirë. Hiç s'kan pas të meta, hiç, as dobësi, as mëkate, as. Amo shumë kanë fol për të metat e tjerëve. Shumë kanë fol për dobësitë e tjerëve, shumë kanë fol për mëkatet e tjerëve. Thotë ka ardhur dita, njerëz kanë fol tani për këtë. Edhe thotë kom njoft njerëz kanë pas të meta, amo s'kan fol kur për të tjerë. Thot, Allah pastaj këtyne u ka harru, ja u ka mbulu. Njerët kanë harru këta shë kanë bo. Pse se kësë u mor me të metat e tjerë. Kështu që shkej kjo e betë që mund është më konë shumë i rujtëm, shumë i fisnik, shumë tamam që shdojt, apo? Po që kjo të folë për njerës, tani ty të banë tani tjerë të folin për ty. Edhe më thonë të pastaj kjo të kushton të më thonë njetë, parimi ma i madh njetë, e që esenca e kejtë, se seri u kom pikrish këto. Njerë du të morë me vetën. Mos e marë du të morë me vetën. Na kena ballë çka u morë me vetën. Në edimit, domethënë dobësitë tona, të metat e tona, ku kena më përmirësuar kështu më radh. Domethënë njeriu do të më marr parimisht me vetveten, sot mundet domethënë me e përmirësuar. Po bëj gjitha kjo si olet. A do për veti për shembull. A do për shembull ti sërë që të gabon ti diçka më bë lajm, ose sërë që ti gabon diçka tjerë të më marr me gabimin tan, me dhënë mendime, me shqyrtu kush apo. Nuk i kishte dashur. Ashtu na kam mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shënoni Imam Ahmedi Buhariu Muslimi për Enesit, ka thonë Rasulullah sallallahu alajhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besu dikush për jush besim të mirëfill të plot derisa nuk arrin që atë çka do për vete më dosh për të tjerë. A do për vete mbulimin e të metave, po atëherë duhet edhe të tjerë mbulimin e të metave. Mos e do vesh domethënë për vete. Po e përmbyllim me shembulltyrën. Kë i kemi shembulltyrë këtë seri? Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Abdulrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu u kanë janë me një sahabi duke bërë roje bashkë në Medinë. Ta kanë qenë domethënë krerët edhe koka dhe elita e qytetit Medinës. Ku janë ato fol për roje, jo roje të zakonshme. Roje domethënë roja e elitës që dalë kështu çur gjendja në qytet, a ka ndonjë problem, as ka ndonjë problem. Edhe në kon të bëjë roje. Edhe duke ecë e kanë pasur që në një shtëpi ka shumë dritë, edhe kur janë afrute ajo shtëpi që ka pas shumë ndriçim, domethënë në një moment që natën nuk u kanë zakonshme me pas ndriçim në çat kohë. Ashtu që do kemi konsiderat, do bëhet fjalë për një shekull, për një periudhë, nuk u kanë natyrshme me pas çast shumë dritë, domethënë në çat shtëpi në çat kohë. Edhe thotë janë afru me këtë sahabiun Abdulrahman ibn Aufi, edhe thotë kur janë afru kanë një shumë zona të njerëzve sikur po knojnë, sikur po luajnë, hare, apo? Edhe ky sahabiu tjetër e ka për dorë Abdulrahmanin i thotë, a e di shtëpia kujt është kjo? Thotë jo nuk e di. Thotë kjo është shtëpia Rabia ibn Umayya ibn Khalaf. Rabia ibn Umayya ibn Khalaf. Rabia ibn Umayya ibn Khalaf u koni dop në Islam. Çfarë që koni dop sa që mas një kohë ka hik për Medinës edhe ka përfunduar tek Bizanti edhe pastaj u bë krishter. Me po në çeket moment u kon Medinë, alo musliman. Apo? Edhe i thotë ky sahabiu Abdulrahman ibn Aufi, thotë a di shtëpia kujt është kjo? Thotë kjo është shtëpia Rabia ibn Umayya ibn Khalaf. Dhe ata tash janë tupi alkool. Do thonë, që kjo është nej e alkoolit. Ta e mbledh me bë gjuna. Okej?
E ka një aheng, janë tu festu me alkohol. Ka thonë, çka menon ti? I ka thonë ky sahabi Abdulrahman ibn Aufit. Abdulrahman ibn Aufit thot, unë menoj që na kena vepru diçka që Allah e ka ndalu. E kupton? Domthon ky i thot sahabiut, ej, që kjo shpik të em lidh son te rakian tu pi. Në qartë, a mo shpi, domthon ti si mrena në shtëpi. Ti thjesht i tu bazu në zonë, edhe i tu bazu domthon në drita. Thot, çka ta merr menja? A mundot mu konën që për një men të pi alkohol, ata janë konën udhëhecit e qytetit, ka mujt me thirrën organet përkatëse apo për shembull. E thot, unë mendoj që na kena vepruar diçka që Allah e ka ndalu, Allah azhjal ka thonë, wala tajassasu. Mos hallakatni me zbuluar mjetet e njerëzve. Mos hallakatni me zbuluar mjetet e njerëzve. Edhe thot, na tash veç që kena hallakat, edhe i zbulum të mjetën. E zbulum domthonë të mjetën. Atëra ai edhe bashkë me Abdulrahman Aufin janë largu, ka thonë, Allah na fal pas mi gabu. Kështu që, domethënë përmirësoni vetveten, që kjo është rregulli i jetës, apo më me veten, me të tjerët mi këshillu. Me të tjerët mi këshillu. Jo domethënë me e morën gabimin e tjetrit apo dobësinë e tjetrit, mundësi për me bullizu ose për me nguc ose për me kurit para tjerëve ose me turpnu para tjerëve ose me hup respektin që ka para tjerëve kështu më radhë. Domethënë cili është morali i Islamit, me mbulu vetveten dhe të tjerët, vetëm me përmirësu edhe të tjerë domethënë me këshillu, me mos me pas sheket, domethënë edhe më bë djemt më të mirë, edhe burrat më të mirë, domethënë e hupni respektin të njerëzit. Sepse njerëzit parimisht janë të orientuar mos me e respektu dikë i cili domethënë e ka një cilësi të tillë. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.